Vetëm 37 vjeç, por Shen Zhi akuzohet si gjeniu pas një perandorie të gjerë mashtrimi kibernetik, një sipërmarrje kriminale të ndërtuar mbi vuajtjet njerëzore, shkruan BBC. Me mjekën si Ciap dhe tiparet e buta, ai duket më i ri nga sa është bërë shumë i pasur në një kohë shumë të shkurtër. Javën e shkuar, Departamenti Amerikan i Drejtësisë akuzoi për veprimtari në qendrat e mashtrimit në Kambodja, që vodhën miliarda dollar në kriptomonedha nga viktima në të gjithë botën. Departamenti i Thesarit konfiskoi 14 miliard dollar në Bitcoin, që do të thotë se lidhen me të dhe se është sasia më e madhe e kapur ndonjëherë në kriptomonedha. Kompania e tij Cambodian Prince Group në faqen zyrtare e përshkruan si sipërmarrës të respektuar dhe filantropist të njohur. Vendimi dhe udhëheqja e tij e kanë transformuar Cambodian Prince Group në një grup biznesi lider në Kambodja që përputhet me standardet ndërkombëtare. Por çfarë dim për imazhin misterioz të Shen Zhi, i rritur në provincën Fujian në Kinë? Ai kishte një biznes të vogël lojrash online para se të zhvendosej në Kambodja në vitet 2010-2011, kur tregu i pasurive të paluajtshme u rrit. Në vitin 2015 Zhi themeloi Prince Group, një perandori pronash. Në vitin 2014 mori nën shtetësinë kambodjane, duke investuar rreth $250.000. Në fund të 20-tave të tij, kishte ndërtuar hotele, qendra tregtare dhe linjën e tretë ajrore të Kambodjas. Ishte një ngritje e shpejtë. Në vitin 2018 siguroi një licencë bankare, mori nën shtetësinë e Qipros dhe Vanuatu dhe nisi një projekt të $16 miliard për një qytet ekologjik, Bay of Lights. Në vitin 2020, mbreti i Kambodjas i dha titullin elitar Nick Okna, për të cilin duhen dhurime $500.000 në arkën e shtetit. Ai shërbeu edhe si këshilltar pranë zyrtarëve të lartë si ish kryeministri dhe djali i tij, edhe pse i njohur për filantropinë dhe profesionalizmin e heshtur. Shumë i sjellshëm, shumë i qetë, shumë i përmbajtur. Pasuritë e tij ishin të pamatshme, thot gazetari Jack Adamovich Davis, i cili e hetoi për 3 vjet çështjen. Sqarimi i Zhi për një dhuratë $2 milion nga një afërm nuk u verifikua kurrë, ndërsa ndalimi i kumarit në Kambodja në vitin 2019 e shembi tregun e pronave. Shen vijoi të zgjeroi pas një shpjegim. Hetuesit amerikan dhe britanik thanë se pasuria e tij buronte nga mashtrimet online dhe me materiale seksuale, pastrimet e parave, korrupsioni, kumari i paligjshëm online, tortura dhe trafikimi njerëzor, që ndodhte në të paktën 10 qendra në Kambodja. Në sanksione përshkruhet rrjeti i kompanive guask dhe portofolove të kriptomonedhave, përmes të cilëve lëviznin parat që fshihej origjina e tyre. Sanksionet nga 2 vendet i bllokuan asetet, përfshirë rezidencën £12 milion në Londër, një blok zyrash prej 95 milionash dhe prona në New York. Edhe Kina ka thënë se ka hetimet e saj. Dëshmitar kanë folur për Radio Free Asia për dhunën dhe punën e detyruar në qendrat e lidhura me Prince. Shkalla e veprimtarisë së tij e dallon vërtet Shen Zhi. Ai nuk duhet të kishte mundur kurrë të kishte këto asete. Pas sanksioneve, bankat ngrin llogarit, qeveritë hapën hetime dhe bizneset nxituan që të distancoheshin. Banka Qendrore e Kambodjas i siguroi klientët se fondet ishin të sigurta, kurse autoritetet i kërkuan amerikanëve e britanikëve që të siguroheshin që provat e tyre ishin të sakta. Por elita e Kambodjas është e përfshirë thellë në Prince Group dhe shkëputja do të jetë e vështirë. Sa për Shen Zhi, nuk është parë dëgjuar gjë për tij që pas vendosjes së sanksioneve javën e shkuar. Miliarderi enigmatik, dikur një nga figurat më të fuqishme në Kambodja, duket se është zhdukur.